Po në gjend. Urime keni dhënë një shembull të jashtëzakonshëm qytetarëve. Bravo, Super djalë. Super. Ajo 60 që të kene nevojë. Djalë zotëri. Nuk ti për vllajën që pas, ke realisht. Vishti kështë nëgjo më shumë, ishe po majnë. E kështë thonë gjithë omëllësime tita, si ka mund që çdo gjë të mirë, ja këshin lona tita, si gjë ty më, si ka mund. Tani, çfarë të bëri të ndjeje ky takim? Faktikisht më pëlqeu shumë vllai i Rogertit dhe ja thash dhe tash që të gjithë mirat ja pas kanë dhënë komplet atit dhe me çfarë shoh është një fjalë së Naldos që doja t'ja thoja nesër, po ja them tash që njeriu sado që të bëj lojën këtu ka një pjesë në karakterin e vet që e ka edhe jashtë. Kështu që mendoj që Rogerti nuk është në lojë fiks këtu, po ka edhe një 67% të karakterit vet dhe e pash edhe me vllajën e vet. Dhe vllajën e vet e kishte shumë të mrekullueshëm. 70% vlla janë i fije pak. Po, jo. Aq po ta lejon. Ty aq për respekt asaj. Ky është jeton shkencës. Përqëndrimi i disave prej jush në lojë është në mendimin tim modest halucinant, por si një njeri i cili nuk flet me të vllajën prej shumë kohësh se sa Rogerti me Gjulion, nuk e di pse kur të pyeta, mendova se do thoje, më shkoi mendja ke vllai im, edhe uroj tjerë duke më parë. Të lutem edhe një herë. Okej. Jo, nuk ka nevojë. Hajde bani pyetje për ty. Shiko, në jetë Artan ka shanse të dyta dhe të treta, por emocionet provohen një herë. Bravo, Ledion. Dua ndërkohë të përshëndes shumë Diamond Dental, të cilët u përpoqën të sillnin me shumë dashamirësi, pozitivitet, buzëqeshje dhe energji të mirë në sfidën në çift, por me sa duket nuk qeshni dot me asgjë, të paktën u përpoqët deri diku, por nuk arritët dot të bëni të përqeshur njëri tjetrin. Sidoqoftë, dhëmbët meritojnë respekt dhe siguroni që trajtohen nga profesionist, ata është si shumica për ju që i kanë dhëmbët perfekt, Diamond Dental thjesht mund t'i mirëmbaj, të tjerët shkoni aty edhe gjejini buzëqeshjen e duhur. 32 dhëmshë. Apo 36, 32 është, 36 janë gërmat alfabetit, 32 janë dhëmbët. Okej. Më ta gjëra i mbaj mend. Mirë. Është koha për të shpëtuar të parin. Prikena Mateo, Selin Gimbo, ju ftoj të ngriheni në këmbë. Thrasim zarfin me emrin e të shpëtuarit të parë. Televotimin, kujtoj, e kam mbyllur që në fillim të mbrëmjes. Siç edhe e dini dhe siç edhe lajmëruam të martën, ky televotim ku 4 prej jush e gjejnë veten, ndahet në 2 faza, me pyetjen kë doni të shpëtoni, 2 më të shpëtuarit nga publiku shpëtojnë sonte, 2 të ngelurit do të shkojnë në një televotim kok më kok, nga sot deri të martën, me pyetjen kë doni të largoni, dhe më shumë i votuari do të lërë shtëpinë po të martën. Gimbo. Çfarë të vjen të thuash? Jeni dy çifte? Të dalë publiku, nuk është problem. Qështë ata të shkojnë të arsyeshme, kush do me nejt, prej anës tyne është në rregull, kush do me shku në shpejapet prej anës tyne është në rregull. Edhe s'pëdia sa me shtu ma shumë, është nominimi ma i form Big Brother, që të edicion e dina dhe këta dhe ketë. Po, qështë vendos publiku, na jena amin. Selin? Ledion, duke superuar nominimet forta, më kam bërë lojtare më të forte dhe mendoj që rrugtimi im deri në këtë pikë ka qenë konsiderueshëm i
luhatshëm. Patjetër që do vite shumë keq t'i kanë të Piklojës, patjetër që ndjen nominim të fortë se gëzoi respekt maksimal për çiftin Briki Mateo, ndërkohë dhe shumë emocione të forta për Gimbon, po fitos me i miri dhe faleminderit shumë publiku që na mbështet dhe na suporton. Brikena? Atëherë Lidion, unë deklaratën teme dhash ma herët, shpresoj që publiku ta ke dëgju, thjesht i bëj thirrje publiku, shpresoj që të rrinë lojë Mateo. Mateo? Do vinte një pikë lojë që do kishte një nominim të atill herë të vonë, do ishte kënaqësi të dilja nga një nominim i tillë se sa dilje me shumë tjerë këtu që nuk ka mesë lloj vlerësimi. Qartë. Publiku ka vendosur që i pari që shpëton sonte mes Gimbos, Selin, Briken dhe Mateos është Mateo. Urime Mateo. Vetëm pas pak do të zbuloj se kush është i shpëtuari i dytë mes Gimbos, Selin dhe Brikenës. Brikena, do me thënë që ta kuptoj, ti e dorëzuar. Jo, Lidion, nuk jam dorëzu, po me tregu drejten që 2 prajme nuk është se ponina rahat, se unë e thash në qoftë se Big Brotheri është që fiton persona që ofendojnë edhe do me thonë gjdo prajmë du të me diskutu ofendime të rana. Unë personalisht nuk e njeh vetën rahat me nejtë këto mes personave që ofendojnë të nkohën edhe çfarë loje mund t'japun këtu mrena me persona që du të bin nivel tyne për me ofendu. Jo, për kundra zi, lojën që ka dhënë deri tani, Brikena, sepse Big Brotheri, natyrisht, është dhe episodi pakëndshëm që ndodhi pak minuta më parë, si kundër është edhe ai që takon 2 vëllezër pasi kishin 4 vite që nuk takoheshin me njëri tjetrin, si kundër është edhe ai tek i cili 2 njerëz që dikur kanë pasur një njohje, por i takohen dhe por i pëlqejnë me njëri tjetrin, si kundër është ai që luani me njëri tjetrin dhe natyrisht edhe vinë momente ofendimi me njëri tjetrin. Big Brotherin tënd, Brikena, e bën ti, as Rogerti, as Juela, as Miri, as Denaldo. Kështu që nëse të pyes që a je dorëzuar, atëherë pa tjetër që Big Brotherin ta me bëj on, po në mes personave që ka shumista personave që të nkohën ofendojnë, edhe në qofë se do të menaj këto të nkohën mi diskutu vetëm ofendimet edhe këto gjanat, unë për veti nuk e ndi vetën rahat më menajt këtu mrena. Kështu që për këtë arsye, unë thjesht thash që në qofë se ky është Big Brotheri menaj dhe mi diskutu të nkohën ofendimet dhe gjanat që në qofë se unë duna me unë me i person duna me ra në atë nivel për me debatu, unë nuk e një më më falë, Brikena, mu bëj një pyetje? Pa tjetër. Çfarë dinamike ke ti që s'ka dalë? Dinamika që mas shumë ti ka ndalë kanë qenë dinamika ofendime. Jo, më thuaj ti një dinamik, çfarë ke ti një dinamik që s'ka dalë në prajmë? Një dinamik që ti mendon që duhet kishte dalë, pra një skem apo një gjë që ti ke bërë që s'ka dalë dhe ty të shëngër haku. Për shembull. Atëherë, unë e shoh që dalin vetëm ofendimet. Por mos më thuaj çfarë del, më thuaj dinamikën tënde. Në momentin që diskutojmë vetëm ofendimet, duke merrën për bazë situata tjera. Po mi pra mjep një situatë që ti mendon që duhet kishte dalë dhe është krijuar nga ti. Jo, unë nuk po them që nuk ka dalë në situatë jam, unë thjesht po them që nëse duna me vazhdu me qëndru këtu mrena dhe thjesht me nejt me personat cilët ofendojnë të nkohën, atëherë unë ma mirë ma gjanat e mia dhe shkojnë shpekat. E ta them unë dinamikën e Brikenës ty. Do t'i dinamik. Brikena fi cigare ke krevati, 3 orë tualet, vetëm zemrën me gishta e qanë. Të ndonda atë këngën me bet 500. Ma mirë me bo këtë gjë se sa me nejtë të nkon të ofendu, të i prejkë familje, të i prejkë gjana. Unë këtë gjë, unë me ofendu një person, sa ofendime që jam bë këtu mrena, nuk e kom ofendu dhe nga fi. Mund të pranoj çdo gjë në këtë
program, po hipokrizi nuk e pranoj dot. Mbyllim lidhje me shtëpinë. Edhe pse po them se ças kam pranuar, ka publicitet.